Gjeneta Fetau është futur mbrëmjen e djeshme në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 4, teksa banorët po përballen me sfidën e mos reagimeve nga gjëra që ndodhin në shtëpi ose banorët që hyjnë brenda, duke i provokuar. Ajo ka qenë një nga personazhet me këtë mision. Të gjithë pritën në reagimin e Gjestit, me të cilin ka pasur një marrëdhënie romantike në Big Brother VIP Kosova. Në momentin që Gjeneta Fetau është futur brenda, ai ka qenë në gjumë në lavanderi. Ola ka qenë banorja e vetme që përqafoi Gjenetën dhe i prezantoi shtëpinë. Më pas, Gjeneta Fetau është drejtuar drejt lavanderisë, ku dhe më pas ka ardhur reagimi i Gjestit. Ai në fillim është çuditur kur ka hapur syt dhe më pas është larguar nga Rozana drejt oborrit të shtëpisë. Vetëm nuk e kanë lënë as banorët e tjerë që janë munduar të hutojnë Gjestin në mënyrë që ai të mos reagojë. Teksa ishte duke biseduar me Rozanën, ai shpreh se nuk do ta shohë fare me sy pasi sipas tij Gjeneta është një hije e pa shpirt. Më dalin disa hije në përcepa, janë hije pa shpirt, nuk ekzistojnë, janë hije që nuk dua t'i shoh më me sy, u shpreh banori. Me këtë ngjarje, Big Brother Albania VIP 4 ka sjellë edhe një tjetër rritje të interesit dhe intrigës për atë që do të ndodhi më tej.